Për vjetorin 113 i themelimit të policisë së shtetit bashkoi krerët të uniformave blu të institucioneve të drejtësisë dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese. Kryetaritorit e policisë Ilir Proda ishte kreu i ri Spak Lodian Braho. Pas nisjes së ceremonisë, Proda vlerësoi punën që është bërë nga policia në goditjen e krimit në kuadër të rendit dhe të sigurisë. Në fjalën e tij ai përcjelli mesazhe për rolin që mban policia në vetvete. Organizata jonë nuk është perfekte, ashtu si dhe ne nuk jemi të tillë, por të gjithë jemi në një sfidë të përditshme, sfidë me veten, sfidë me standardet, sfidë me pritshmëritë për të mësuar nga gabimet dhe për të përmirësuar ditë pas dite. Ne jemi ajo që bëjmë, jo ajo që flitet për ne, nëpërmjet sulmeve dhe përballjes së padrejtë ndaj kontributit të mira burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që sakrifikojnë çdo ditë për të mirën e përgjithshme. Proda vlerësoi dhe 231 policë të rënë dëshmorë në krye të detyrës, ndërkohë dhe zëvendësministri i Brendshëm Xhemal Qefalia foli për mbështetjen që qeveria synon të jap uniformave blu. Pasi pas çdo polici ka një nën që lutet dhe një fëmijë që pret. Ndaj, mbështetja e qeverisë shqiptare dhe posaçërisht e kryeministrit Rama për policinë e shtetit do të vazhdojë me intensitet lartë përmes investimeve në trajtim, në teknologji, mirëqenie, për ta forcuar këtë institucion, për të arritur një shkallë më të lartë sigurie, për të patur një polici të standardeve europiane. Në fund të ceremonisë u shpërndan 4 medalje dhe 67 certifikata mirënjohjeje për efektiv policie si dhe për sektor të ndryshëm që patën më shumë rezultate gjatë vitit të kaluar.